ku e la me Kuna mbeti, prap me Egonin edhe me Bjordin në Kinotek për të vazhduar me bisedën. Ku e lam? E lam tek Croissant Bono që I falenderojmë po. që na ëmbëlsojnë edhe po ma bën me sy. Cila po ta bën? Bjordi do në një croissant? Të betohem nga 2 sot nga këto. Po këtë dia që ju e kishit me që ti ke ngrënë 2, unë do ta ha një me lejen. E do një të tretë? Po, pastaj, po realisht kam ngrënë 2 sot. Okay, jam tu plas. Ha, Egon, zgjidhe. Jepi. Ato me pistagio aty. Këtë ishte smori ato që dua. Duket me vërtet, duket sikur bëj reklam, por nuk është reklam, ëh. Nga fix te sot 2. 2 sot. Ju bëf mirë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Tani, ne po e hapim, do e mbërsojmë, ndërkohë që do vazhdojmë bisedën. Po flisim për filmin e preferuar, nuk e tham dot. Filmi preferuar nuk e tham, do të them një emër, dua të them filmi preferuar The Lion King. Wow. The Lion King ka qenë filmi I parë që unë pash në një sallë kinemaje në 1994. Dhe në Itali. Në Itali, okay. Sa vjeç I bie shën ti atëherë? Në 94 kam qenë 6 vjeç. Ti e pas ke parë premierë, më duket. Tani nuk e di është dita e premierës, por ka qenë gjëja e parë që unë pash në një ekran të madh dhe ka qenë filmi që më ka bërë të dashurohem me atë sallë. Dhe si e kujton ti atë ditë? Unë majmen nga atë ditë, majmen mamin tim që qante kur vdiq Mufaza. Edhe do ta maj mend gjithmonë sepse ishte hera e parë që shifja të rritur, që po shifnin një film vizatimor, edhe e përjetonin. Edhe aty deri atëherë unë shifja kukullat në televizor, filma më të thjeshta për fëmijë, edhe aty thash, okay, ç'a po ndodh, pse po preken këto njerëzit. Dhe po, besoj për një arsye afektive The Lion King është. Okej, se ka edhe një kujtim shumë të bukur nga pas. Ajo që besoj të gjithë kemi kuriozitet të dim, është si nisi kjo lidhja jote me kineman, me filmin, me regjizurën. Lindi kur kam qenë shumë I vogël, si një fëmijë emigrante, detyrohesha të rija në shtëpi shumë orë vetëm. Mami punonte, unë nuk e kisha babin aty kur kam qenë I vogël, dhe gjëja më e mirë që bëri mami im ishte të më blinte një nga ato VHS VHS kasetat, domethënë që lexon kasetat edhe vjen film. Më bleu atë gjën edhe avash më mbushi librarinë me kaseta, me filma. Dhe unë rria gjithë ditën e ditës duke parë filma. Shifja filma, krijoja, pastaj luja në bazë të filmave që kisha parë, krijoja ato lojat e mia. Dhe e kuptova shumë shpejt se çfarë ishte filmi. Domethënë nuk isha I gënjur nga magjia e filmit. E dija që ishin disa aktorë që bën filma të ndryshme. Edhe kjo në të kundërt nga ty mendoja që po ti shkoja nga mbrapa televizorit e ta hapja, të nxirja në një ring. Unë këtë gjë më mend që I vogël që unë e dija që okay, ai Jim Carrey është edhe Ace Ventura, por është edhe The Mask edhe po flas po marr një emër nga viti 90 me që jemi aty. Dhe thash okay, kjo është gjëja më e bukur në botë, dua ta bëj edhe unë. Si ka mundësi është njëherë është superhero, njëherë është I keq, njëherë është dhe që aty thash okay, këtë do bëj. Momentin e parë që pata mundësi të kem një kamerë në dorë, u dashurova me atë gjën edhe majmen ka qenë një Sony Handicam, kam qenë 11-12 vjeç, që si kanë sjellë ca kushurin në një event familjar dhe nga aty rria vetëm me atë kamerën, vetëm xhiroja gjithë ditën, vetëm xhiroja se ja kisha marrë atyre. Dhe në një mënyrë të natyrshëm unë e gjeja veten gjithmonë në përsete. Duke u rritur, duke frekuentuar njerëz që merreshin me këtë punë, sa kisha mundësi në Itali, shkoja në një set, punoja, bëja çfarë kisha mundësi, domethënë futesha edhe falas, bëja asistentin, maja kablat, se jetoja shumë afër Milanës edhe kisha fatin që shumë shok kishin ose familjar që punonin në Mediaset ose miq, kështu që ka qenë fat, por jo vetëm fat, më thonë e kam tërheq vet atë fatin, kam përshtypje të kinemas. Me pak fjalë ke vjedhur profesionin.
Po, Është vetëm mënyrë për të mësuar një gjë mirë. Po, për mua këtë shumë zanate, po kjo në veçantërisht është një gjë që duhet ta mësoj një profesionist. Duhet të rish me një person që bën këtë gjë, ta shohësh, një sfacetatura që mund të ketë kjo punë, detajet dhe unë pata fat edhe në Itali, po sidomos këtu në Shqipëri që kur erdha shumë kineastë dhe shumë profesionistë të këtij zanati më kanë afruar dhe kanë pranuar të ndajnë me mua eksperiencat e tyre dhe atë gjën që do e boja në shkollë, që dikush do më mësonte si ta boja, unë e kam bërë në set, që i vogël. E them, nuk do të dal arrogant, por mendoj se me mua kanë ndodhur pak e kundërta kur bëhet fjalë për formimin, se zakonisht njerëzit në këtë zanat paguajnë shumë lek për të bërë shkollë, sepse janë shkolla shumë të shtrenjta. Kurse unë kam qenë shumë e fat sepse sa herë kam bërë shkollë, jam paguar. Pra, unë e quaj çdo prodhim timin nga i pari deri sot, gjithmonë si një klasë. Unë kam mësuar, gjithmonë kam mësuar duke bërë atë gjën. Edhe kam fituar eksperiencë për projektin e radhës. Dhe fatmirësisht jam paguar, kështu që ka qenë një gjë pak Ku ta gjetim gjithë të bënim në një shkollë ka qenë edhe fat, po edhe kam investuar shumë, për shumë vite për shembull nuk jam paguar. Domethënë vite ku unë isha shumë i famshëm, unë sakrifikoja këto përfitimet të shpejta dhe të shumta që mund të kisha nga shfrytëzimi i imazhit tim për të ndjekur produksione edhe të vogla edhe që snifeshin thjesht sepse e dija që kisha nevojë të mësoja këtë gjë. Është ajo pjesa që në fillim do punosh për emrin, që pastaj emri të punoj për ty. Po. Në një mënyrë. Ka filluar emri të punoj për ty? Jo. Në rastin tim emri është pak ngatrus. Po emrin kush ta ka vendosur me shishin tek? Motra kishte qef atëre Bjorn Borg, që ishte një tenisti më mirë në botë atëre, suedez, po. Dhe sipas qefit saj e modifikoi e bëni Bjordi. Interesante. Ti the që ke jetuar pranë Milanos. Po, në Lecco, në liçenin e Komos. Në liçenin e Komos. Po pse nuk je me Milanin ti bëj me Juventusin? Ka histori edhe kjo. Se isha fan si Roberto Baggio kur isha i vogël dhe i nga Milani kaloi ke Juve dhe unë u bëra me Juve. Pastaj ngjela. Jo nga Milan, se më mend që Roberto Baggio ka qenë arsyeja. Interesante. Po e ke ndjek futbollin pakën kur ke qenë aty në Itali gjatë asaj kohe? Kam ndjek edhe deri para 2-3 vite, e ndiqja pak më shumë, këto 3 vitet e fundit shumë pak. Po janë angazhime të shpuna, janë të gjitha gjërat në fakt. Ka një gjë shumë interesante për të rikthyer prapë tek filmi. Tani filmi Loja e fundit flasim gjithmonë, që do të shfaqet në kinemasin e Plex Premier në 12 shkurt. Kështu që nxitoni edhe merrni biletat online. Biletat nëse ka ngel ndonjë bilet pa marr. Nëse ka ngelur. Filmi ka shumë gjëra interesante që të mos e kufizojmë po themi. Po një nga gjërat më interesante nga këndvështrimi ynë tani, pra imi dhe i Violës. E tha mos rinte do të petën. Nuk që jeni ju të dy. E kemi thënë. Që jemi edhe njerëzit besoj e kanë parë në trailer. Po. Ishte një përvojë shumë e bukur. Ta bëjmë një pyetje. Çfarë përjetove kur erdhe edhe xhirove me ne? Si të duk seti? Tani nuk e di, të ta them gjithë historinë, domethënë si nisi kjo e gjitha, ishte një bisedë me Claudian, e cila ma propozoi, më tregoi pak a shumë, po them, skenarin edhe ma propozoi si ide që së bashku me Violën të merrnim pjesë në një skenë shumë të vogël, po them, aty. Një cameo, kështu i thonë, okay. Dhe në fillim më duk pak e pabesueshme. Se thash, po mirë më që ne jemi gazetarë, kupton, domethënë, ndërkohë që mendoja që nuk kishin mbaruar aktorët ende. Edhe për skena që mund ishin për cameo. Por pastaj raha mirë, thash që ide shumë e bukur, edhe më pëlqen, edhe konfirmova Claudius. Edhe dolët shumë bukur. Pastaj folëm me asistenten, na dha datën, ditën, vendin, të gjitha, edhe Po ishte bukur, ishte shumë bukur. Edhe erdhëm. Ju kompleksova pak më duket atë ditë. Se ta kërkova një dy herë më herë. Unë bëra gati. Po nuk ma merrte mendja që bëshin aq shumë dubla për 20 sekondë. Edhe bëm pak, ë?
Okay. Pak dubla. Kemi nuk e di sa dubla kemi bërë 10 ndoshta. Mirë, ju keni bërë mjaftueshëm, por me ju ka qenë çështje teknike, se ka qenë lokacioni pak i veçantë, le të themi, të çuditshëm, por nuk më kompleksove për një arsye sepse unë mendova që okay, po shkoj në një skenë xhirimi profesionistësh tani. Kështu që çdo gjë që do të thotë regjizori ti do ta bësh, siç ta thotë regjizori. Pra, he's the boss there. Okay. Mirë bëre që e bëre kështu, por nuk është kjo arsyeja që duhet ta bësh. Nuk duhet ta bësh sepse regjizori është the boss. Duhet ta bësh sepse ti je regjizori, ti je din. Pak prandaj. Por duhet nuk më pëlqen kjo asnjëherë kur thon e bëj ti je shefi, do ta bëj si don ti. Un kam qejf që ta kuptojmë pse duhet ta bëjmë ashtu. Kur e dim të dy pse po e bëjmë atë gjë në atë mënyrë që po ta them unë, atëherë nuk ka nevojë as të drejtoj. Ndodh që aktorët refuzojnë batutat? Ka lloj-lloj aktorësh, ka lloj-lloj komplekse midis aktorëve, edhe po disa njerëz edhe disa aktorë edhe mund të thonë ndonjëherë, jo po pse ta them kështu, nuk më përket mua, nuk më. Ne jemi tolerant gjithmonë kur një gjë e kërkon skenari që duhet të jetë ashtu edhe duhet të thonë ashtu, atëherë po, mbulin që dëgjoj. Tani ti ke parë shoqërime edhe në Itali. Aty ka nisur eksperienca. Ndodhe njëjta gjë, pra i njëjta tolerancë. Po. Varet gjithmonë nga produkti. Ke disa produkte që duhet i rish skenarit strikt, ka disa që lejon të japësh hapësirë aktorëve. Në rastin tonë është i mix. Ne kemi artistë shumë të mirë, për shembull kemi Akilin që ka të nevojshme të improvizoj sepse është humorist, është komedian edhe sigurisht që duhet ta lejosh të shpreh, nuk mund të thosh okay, ri vetëm këtu se përndryshe pse morëm atë. Është varet nga dishmëria e autorëve, se sa duhet i lejosh edhe sa mund t'i marrësh, sa mund t'i japësh. Një nga skenat që është mendon ti ndër më të arrira në të gjithë karrierën. Jo tek ky film, në të gjithë karrierën. Pra, një moment që e ke fiksuar, e ke shënjuar në mendje, si kjo ishte perfekte. Besoj, nuk dija më mend një skenë specifike, por besoj që ka ndodhur tek seriali Një dopje histori. Sepse tek ai serial unë kam pas një liri, mbasi edhe më shumë se që duaj, të isha edhe shumë i ri, edhe kam pas shumë liri të eksperimentoja tamam në regji, në lëvizje kamere, në koncept. Edhe në qoftë se kam bërë diçka që kam thonë, okay, më pëlqen. Mbasi ta shoh duke parë sot është një budalli, por se di. Te ky filmi ka disa skena të mira, prandaj nuk di të zgjedh. Okej, bëhet e vështirë. Ko që ta pyesim një regjisorin më Viola. Ne jemi në çik. Jeni se përndryshe do ju prisja nga. Okej. Bëkemi. Mirë, okej. Po tani të paktën me piano s'do merrem se jam Jo, unë u habita Bjordi, u habita se u futa para ca kohësh, nuk e di pse për çfarë arsye, po prisja nuk kishte sharë në një njerëz për një gjë. Thash ta kontrolloj emrin, mos na del në gjë. Atë shoh Viola Gremi i MDB. Wow, kemi dalë. Po si del në këtë në IMDb? Është në çdo prodhim regjistrohet filmi, kasti dhe ju jeni pjesë e kastit zyrtarisht. Kështu që keni tani po si na duket kjo, Star Movies. Jo, Movie Stars. Kështu fillohet. Unë kështu fillova. Më ftu një herë në radio në Itali, 16 vjeç edhe 2 javë më vonë kisha emisionin tim radio për muzikë. Kam afin shanset na bëjnë, na japin. E vërtet. Mund të bëjmë atë që bëjmë atë që mbase nuk e dinim që na pëlqen të bëjmë. E vërtet. Edhe me sa di unë ti Viola e ke ëndër aktrimin. E kam po. E ke ëndër. Po të mos ishe bërë regjisor, çfarë do ishe bërë? Kur ishe vogël doja të bëhesh aktor. Pjesë e skuadrës Juventus. Portier. Jo, se e vështirë, shumë e vështirë. Nuk e imagjinoj dot veten jashtë kësaj gjë se thash që i vogël. Mbase do bëja diçka lidhur prap me artin, mbase vizual. Se di. Ku tjetër e gjen veten mirë në art? Dikur pikturoja, kam bërë liceu artistik. Okej. Edhe tek arkitektura mbase, qofse nuk do kisha fare këtë prirje për kinema, mbase do më interesonte ajo pjesë. Por ta thash, nuk e kam menduar kurrë sepse
jam brenda kësaj gjës. Ti do vazhdosh me regjin deri në fund. Po sa të më jepet mundësia do e bëj. Dhe në fakt, ç'është e vërteta me produksionet që në të cilat Bjordi është regjisor, i ka të gjitha arsyet që të vazhdojë dhe të mos ndrojë rrugë, se janë produksione super të suksesshme. Ja që bjem cikletën, nuk më pëlqen. Unë po flas me Bjordën, ti mos na e tha edhe më përpara. Komplimenta. Ti mos dëgjoj më flas me Bjordën. Janë të vërteta, janë fakte e bëjnë të ndihet në sikletë. Ne nuk do donim këtë, ne do donim që Ju dua që të kënaqeni dhe thjesht shihni filmin, mos bëni mua komplimenta se nuk ka nevojë të komplimentoni regjisorin. Themi gjë që e kam për zemër. Është kjo fjala regjisor që për mua edhe pak abuzohet. Unë deri sot mendoj që termi më i saktë që do ishte, nuk e përdorim dot, nuk e kemi në fjalorin ton, është fix director. Sepse unë çfarë kam bërë unë deri tani është fix të drejtoj. Unë nuk kam bërë vepra autoriale ku ndikon parësisht çfarë dua unë, vizioni im. Unë bëj fix punën e një drejtori, pra marr një histori edhe e tregoj në mënyrën që mua më duket më e përshtatshme. Regjisori është diçka tjetër. Po thua që regjisori është më shumë te kinemaja autor? Nëse e kuptova sa. Tani po, besoj regjisori është një autor pak më i përthelluar, jo që nuk do jem edhe nuk jam, por deri tani unë do të jem i saktë që unë thjesht drejtoj, domethënë. Po. Kjo është modestia ime weird. Nuk po ta themi që drejton shumë. Ka ndonjë gjë për cilën je penduar në jetë, kalojmë tek këto pyetje pak më ekzistenciale. Sa të duash. Po më e madhja. Nuk flas dot me emra. Me situata besoj po. Jam penduar. Më falni. Për të shakave, nuk jam penduar për ndonjë zgjedhje të madhe që kam bërë në jetën time. Jam penduar për gjëra të vogla, kam bërë jam penduar që kam zgjedhur mbase këtë lokacion për të gjëruar sepse Po që je kthyer në Shqipëri e penduar? Jo, nuk jam penduar për kthimin në Shqipëri sepse kam bërë me domethënë prapë më ka sjell aty ku jam sot. Sot jam i lumtur. Mendoj që në Itali mund të ishe më mirë, po them profesionalisht në këtë fushë.